Ky grup kriminali që unë këta, si kriminal janë, këta unë e dishoj që kjo mos ka kalu me dikon, mos e kanë zonë me njëri tjetër. Rrëfimi i tij nuk kursen as të bijën e tij të vet me djellëzën, e cila mbeti e vej 4 vjet më parë. Kjo pasje askush nuk po arrin të bind vllaznin Bashën se dhëndri i tij vdiq nga dështimi i zemrës i njohur si infrakt. I bindur se Hysen Haxhi Mustafa, babai i nipërve të tij, u nxet në vetvrasje, vllaznin Basha ka vendosur të bëjë publike historinë tragjike të humbjes së dhëndrit. Ekskluzivisht për Kiks Kosovën, ai ka shpalosur të gjitha faktet që lidhen me mbulimin dhe fshehjen e këtij rasti, të kamufluar si vdekje natyrale më 1 qershor 2021. Basha thot se këtu ka ngesht jo vetëm familja e dhëndrit, por edhe bija e tij, për të cilën mendon se po fsheh diçka, e cila kishte njoftuar të atin se burri kishte vdekur në gjumë në shtëpinë e tyre në qytetin e Rahovecit. Ndryshe po del të jetë e vërteta. Vjerri i të ndjerit kishte dyshime të veta qysh në ditën kur mori lajmin, pasi ishte personi i fundit jashtë shtëpisë që e kishte parë të gjallë. Dyshimet i forcohen me faktin se një natë para vdekjes, Hyseni kishte shkuar në shtëpinë e tij i shqetësuar. Atë mëngjes të 31 majit të 2021-s, ai nisi të tregonte diçka vjerrit, por ndërhyri bashkëshortja, vajza e vllaznimit në këtë rast, duke ia ndaluar të fliste. Një ditë para se ka gjendje kritike, u ardhi Hyseni në mëngjes këtu në shtëpinë time, dhëndri, u ardhi edhe tha, ko me folë me ty diçka. Ka thirrë si babë, tha, ko me folë me ty. Unë e kujtova se diçka tjetër do më bëj edhe thash nuk është problem. Erdhi mrena, ai kur s'ka ardhur si herë. Në çat mëngjes. Mëngjes ka ardhur. E thash ka u bë, tha të folim. Hini mrena, kena pi kafe, kena ngrë mëngjesin. Thash hajde po dalim pak. Tha jo, por ina këtu, i erdh edhe çika jeme, gruaja jeme. I erdh aty na çudi çka ka ardhur kjo. Tani veta unë qëtu i kone dhe shoqja dhe qika thash, qka është puna, unë e kujtohet se ka probleme me vajzën, tha du me të kallëzu diçka. Nisi me fol, qika u qunë komi i partiti, tha a kja artu me fol, a me nej, edhe e shujti. Vllaznimi e fton Hysenin të bashkohet me të në një darkë në qytetin e Gjakovës për të kuptuar se çfarë realisht po e shqetëson të dhëndrin. Edhe tje kena ngër buk, kështu të kena nejt denjë mbrëmje, ka ora 10, 20 qëtu t'jena orë ravec. Edhe më kallëgjoj këtë rrugët që vllaznia e kanë rrej, 2-3 herë, kanë pas probleme të shtëpia, edhe i folësha që çdo kush ka probleme, edhe unë kam probleme vllaznit, e kështu mu qetësu me këshyrë. Po shëndetim ka 10, 20, 10, 35, kom si mbrëmje, i lasht e shtëpia. Edhe pse kishte këshilluar dhëndrin se problemet familjare janë prezente në çdo shoqëri, vllaznimi atë natë e ndjente si diçka e keqe do të ndodhte. Të nesërmën, ai u kontaktua nga bija e tij, e cila i tha se Hyseni kishte vdekur nga një sulm në zemër. Hina në dhomë aty, Hyseni shkon shtrynë, në farmer ka me një këmish, me patika, edhe kish pas një shenjë të madhe, si bëj kafe, si oranç, kështu e kish pas. Edhe veta qikën çka ndodh kjo, tha, ki ka dek për zemrës. Ajo që ja shtoi dyshimet për vdekjen e tij ishte se pas 3 ditësh nga vdekja dikush e ftoi në një takim. Aty një klerik fetare njoftoi se sipas informatave që kishte, dhëndri, siç thot Basha, nuk ishte vdekur siç ishte treguar, por ishte një mënyrë tjetër. Ai gjithashtu i kërkoi që kjo të mbetej sekret mes tyre. Por vllaznimi thot se kundërshtoi dhe se njoftoi se do të vinte koha kur do të flasë dhe do të tregoj të vërtetën. Rastin sipas tij ja kishte treguar vajza e tij, Djellza Shtavica. Kohën, tu ishku koha, e në thirishe Medi Sheu, po mas 3 dite, 4 shtut, tha që qika jeme u konë të aje vetë me nonën e dhëndrit, edhe ja pas ka tregu që ki ka vra vetën, ka vjerë vetën. Edhe kjo, tha, mu mbill edhe kështut me metë.
mos me kallëzu kërkunja. Atë që Djellza ja kishte treguar shehut tashmë nuk pia pranonte të atit, e aq më pak nuk donte t'ja tregonte organeve të rendit. Në këtë tmerr, vllaznimi thot se pas një kohe të shkurtër, shkoi ta njoftoi edhe policinë në Rahovec, por atyre historia ju duke pabesueshme, andaj edhe denoncimi ju neglizhua. Kur erdhe te shtëpia, tha çika jo, nuk është ashtu. Ai ka drupi zemrës, po gështrojnë e kështu. Thash ti konte ai që tregoi jo kështu. Edhe pastaj unë ka dalë, e mora një ofenziv me kështu s'ka ndodhur. E veçja gjinat, shkojsha e lutësha me dale me fol për këtë rast, nuk do e ke kaj. Pas kësaj, ai thot se vendosi të shkojë edhe në prokurorinë e Gjakov për të gjetur një zgjidhje. Aty bashës i thanë të kthehej përsëri në Rahovec për të raportuar në polici. Pas asaj kohe kum shku në Gjakov, në gjykat, te prokurori, krye prokurori, kum lip te me shku me djalin tem, edhe kena fol, kena kallëzu rastin, edhe tha du me qenë Rahovec, dush me shku me fol atje. Kum shku në Rahovec milici, më kanë marrë pyetje, nuk e kanë marrë seriozisht, e kanë lënë punën çështut. Luftën e madhe që thot se e bëri për të vërtetën, ai e nisi pasi mori një avokat për të ndjekur procedurat dhe më në fund e fitoi. Kërkesën e tij për autopsi qysh nga maji i vitit 2024, gjykata themelore e Departamenti për krime të rënda në Gjakov i aprovoi. Jo për t'i ashuar dyshimet e Robertit, por sepse gruaja e të ndjerit apo vëllezrit të intervistuar nga prokuroria dha një verzion ndryshe të vdekjes së Hysenit. Gjykata gjithashtu urdhëroi nisjen e zhvarrosjes së trupit një vit pas kërkesës më 22 prill 2025. Ku marrë një avokat, me avokatën tem bashkë, një luftë madhe kon, kjo, edhe kena ecë përpara me çdo gjykata, me çdo letra, kena shku në Gjakov, e kena qitë, e kena denoncu, e tani e kanë bërë zhvarrosjen, që tash pasi ka ardhur kjo letra, zhvarrosja ka treguar që ki nuk ka dek për zemrës. Sikur unë që e kom thonë në fillim, edhe kështu ka dalë. Raporti autopsisë i datës 23 prill thekson se personi kishte thyrje të eshtrave të qafës, të cilat lidhen me ditën e vdekjes, dhe vjen në përfundim se shkaku ishte varja. Kjo vërteton pretendimet e vllaznimit. Megjithatë, ai ende i ka dyshimet e veta lidhur me vdekjen e dhëndrit se kush mund të ketë qenë shkaku i saj. Ky grup kriminali që unë këta, si kriminal janë, ta unë dishoj që kjo mos ka kalu me dikon, mos e kanë zonë me njëri tjetër, ose me vllaznit e tina, se kjo pasi ka bo, nëse ka bo e vetë vrasje, kishin thirë ta policie, a kupton, me thirë policie, me hek policie, kush e hek e to, kush e gjujt e to gjurmat e mshefen e ta, në qatë flak aty, kish dek pis zemrës, a kupton. Madje vllaznimi i zhgënjyer tregon se ora e thyer 2 telefonat e Hysenit dhe një pako duhani që e kishte në shtëpi ishin fshehur nga vajza e tij ose ishnusja e Hysenit, të cilat i mohoi se i posedonte. Si burime që mund të zbardhin rastin, ai fton policinë për t'i marrë këto sende, pasi mund të kenë informacione në telefonat e Hysenit që mund të dëshmojnë të vërtetën mbi rastin e vdekjes. Vllaznimi gjithashtu thot se e di se kush ishte personi i parë që e pa trupin e pajet. Shumë vonë kom marrë vesh, vajza ime ka pa e parja. A kupton? Vajza ime. Ajo ka thirr ta pas kanë thirr edhe dikon këta me hek ato, e kanë zhak e kanë ngre, e kom kret dokumentat që janë thy, saati dorës, letrin ftimat, bankat e kartës, këtë janë copa që e kanë ngre zhak, ku më di çka kanë bë, kanë luajtur futboll me ato, masnjë e kanë thirr ta. Kur e kanë çunë copë nel, masnjë e kanë thirr, "Au, ki ka tek pizemrës." Madje sipas tij, atë notë kritike, ai kuptoi edhe një detaj interesant, përveç vajzës së tij, të gjitha gratë e familjes së vëllezërve dhe babait të Hysenit ishin larguar nga shtëpia atë notë. Vllaznim Basha thekson se shpesh u kërcënua nga familja e dhëndrit për faktin se ai dëshironte të zbardhte të vërtetën. Megjithatë, thotë se nuk u ndal për hir të nipit dhe të mbesës, fëmijëve të Hysenit që la pas vetës.